nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takojemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të komentuar fituesin e kësaj nate. Vetëm 10 orët e fundit, pa bërë 24 orë, produksioni i televizionit Monitor TV ka hapur një sondazh. Ne hapëm një sondazh transparent të vërtet me qytetarët, ku të gjithë ndjekësit tanë kishin mundësinë që të votojnë për fituesin e natës së sonshme. Janë votuar shumë, është votuar deri në 30.000 ndjekës deri më tani dhe nga sondazhi që akoma vazhdon të jetë i hapur dhe transparenci në për të gjitha faqet e tjera, për të qenë koherent me të gjithë publikun, votat janë të ndara në shumat ndryshme. Tani, pikë së pari, ne do të shkojmë nga më pak deri në më shumë. Më pak i votuar në sondazhin e hapur është Laerti me 7% të votave. E dyta më pak e votuar është Egli me 8% të votave. Më pas në vend të dytë shkon Rozana Radi me 21% të votave për fituese dhe Gjesti është 60% i votuar në të gjithë këto vota. Do me thënë, si pas radhitjes që po votohet në kanalin Monitor TV, Gjesti është i pari, Rozana është e dyta, Laerti është i katërti dhe Egli është e treta. Si që duket në podiumin e madh, në skenën gjigande të përzgjedhjes të fituesit, të Gjesti dhe Rozana do t'jenë që të dy kokë me kokë. Në fakt edhe unë kështu e besoj që Gjesti dhe Rozana do t'jenë kokë me kokë në momentin e fundit për të zgjedhur fituesin në mesnat. Nuk ma merr mendja që do t'jetë Egli dhe Laerti. Laerti është më pak i votuar në për të gjitha sondazhet që janë hapur, është e njëjta gjë, do me thënë, që në momentin kur përzgjidheshte Egli dhe Laerti për finalistin e dytë në një nominim kokë më kokë, është e njëjta histori dhe njëjta histori pason edhe tani. Do me thënë, më i votuari në për të gjitha sondazhet e hapura online, të cilat janë edhe transparente që publiku mund të shikon, është Gjesti. Nga informacione që kam unë, deri më tani për Laertin është votuar 9.700 vota, ndërsa për Eglin janë votuar 87.000 vota nga telefonet e shqiptarëve, ndërsa për Gjestin, në me thënë, ka kaluar limite mbi 500.000 vota që votohen për nga të gjithë shqiptarët, nga kudo që janë, vetëm që Gjesti të jetë fitues i këtij formatit. Unë jam shumë i bindur që ky format kështu do të vazhdon, do me thënë Rozana dhe Gjesti do t'jenë që të dy në fund për të përzgjedhur fituesit dhe në këtë rast fituesi do t'jetë Gjesti i këtij Big Brotheri, sepse edhe produksioni me patjetër që është koherent me votat e publikut. Unë e kam parë edhe në fytyrën e Arbërit, e kam parë edhe në fytyrën e Nedës, e kam parë edhe në fytyrën e Ledion Liços në momentin që banorët kur dalin nga shtëpia dhe përmendin se kush do t'jetë fituesi i këtij Big Brotherit, e thon Gjestin, Ledioni, Arbëri dhe Neda kanë një lloj mimike në fytyrën e tyre, qeshin dhe kjo tregon që domethënë Gjesti është fituesi i këtij formatit. Mendoj që e meriton me gjithë zemër, ka dhënë shumë për këtë format, ka dhënë, le të themi, gjysmën e një viti të jetës së tij për këtë format dhe mendoj që duhet vlerësuar, duhet respektuar dhe duhet të merren në vëmendje këto gjëra që janë gjëra shumë të veçanta dhe shumë të bukura që po sjellin një super spektakël nga jashtë dhe unë e di që produksioni të TV në pa të gjitha këto gjëra dhe do ta vlerëson Gjestin si fitues të këtij formati. Ndërsa Rozana do të jetë e dyta, besoj që Egli do të jetë banorja e parë që do të largohet nga shtëpia, më pas Laerti, më pas Rozana dhe Gjesti do të ndeshen të dy kokë më kokë më për fituesin dhe fituesi i këtij formati do të jetë Gjesti. Unë mendoj që ne duhet të jemi pak më gjak ftohtë, duhet të mbështesim të gjithë banorët pa marrë parasysh se cili do ta merr trofeun, që të katër janë fitues, që të katër kanë dhënë spektakël, që të katër i kanë dhënë ngjyra atij formati. Mendoj që po të mos ishin këto të katërt nuk do të kishte një shikueshmëri kaq të bukur, nuk do të kishte nuanca kaq të bukura Big Brotheri dhe nuk do të kishte vlerë kaq të madhe kjo natë, që në fakt ndjehet që është një natë gjigande ku të gjithë shqiptarët do të jenë së bashku për të mi pritur Gjestin në studio. Dhe me patjetër të gjithë fansat e Gjestit sonte do kenë fatin që të bëjnë foto me të në momentin kur Gjesti do të mbëri pranë studios të Big Brotheri sonte në Top Channel. Sipas të gjitha sondazheve të hapura dhe sipas votave që po bëhen, fituesi Big Brother VIP Albania 4 në këtë edicion është Gjesti.